Një ngjarje e rëndë është shënuar në orët e para të mëngjesit të së mërkurës në fshatin Pluk të Lushnjës, ku një 66 vjeçar ka mbetur i plagosur rënd pas një atentati me armë zjarri. Shtetasi 66 vjeçar qelluar me një armë gjahu teksa ndodhej brenda standit të tij të bagëtive, ku po kryente detyrën e rojës së natës. Sipas informacioneve e paraprake, autorët kanë hyrë me forcë në kasollën ku ndodhej i moshuari dhe e kanë qelluar me çifte, duke lënë të plagosur në kokë nga saçmet. Pas ngjarjes ai është transportuar me urgjencë drejt një spitali në Tiranë, ku ka marrë trajtim të specializuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Hetimet paraprake të policisë tregojnë se ngjarja mund të jetë e lidhur me një konflikt të hershëm mes dy fiseve për motive pronësie. Vetëm 3 ditë para atentatit, në të njëjtin stan ishin vjedhur 4 krerë dele, duke ngritur dyshimet se atentati mund të ketë qenë një akt hakmarrje apo përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit. Policia e Lushnjës ka ndërmarrë një operacion të menjëhershëm për kapjen e autorëve. Deri tani, njëri prej tyre është identifikuar dhe arrestuar. Bëhet fjalë për shtetasin Ded Dedaj, 65 vjeç, i cili dyshohet si autori i plagosjes. Sipas burimeve zyrtare, Ded Dedaj është kapur pas denoncimit të bërë nga veti dëmtuari, i cili ka deklaruar se gjatë një tentative për vjedhje, autori ka hyrë në kasollën e tij dhe pas një konflikti verbal ka qelluar me armë gjahu. Autoritetet konfirmojnë se vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e 2 personave të tjerë të përfshirë në ngjarje. Ndërkohë, materialet procedurale për rastin janë referuar në prokurorinë e Fierit, ku do të kryhen veprimet e mëtejshme ligjore.